Për ADS-ën nuk ka asnjë ligj dhe asnjë vendim qeverie që të përcaktojë dhurmëtarinë e saj. Të gjitha janë lënë në dorë aksionerit kryesor të saj, Akshit të lindave famoze, famzeza, të themi, më mirë. I vetmi VKM për këtë qëllim është ai datës 20 maj 2026, i cili flet për miratimin e fondit për 7 milion eurosh në favor të Albanian Digital Solution, ADS. Ky vendim ka ardhur rreth 15 ditë pas regjistrimit të kompanisë shtetërore në QKB. Ajo që bie në sy është se është kjo. VKM-ja nuk përcakton objektin e veprimtarisë. Nuk krijon vetë shoqërinë. Nuk miraton statutin. Nuk përcakton kompetencat. Nuk shpjegon marrëdhënien me Akshin. Asgjë. Nuk përcakton modelin e kontrollit. Kush do e kontrollojë? Si? Nuk sqaron regjimin e prokurimeve. Dhe çka është më e rëndësishme, nuk shpjegon pse nevojitet kompania. E kuptoni pra që është krijuar një monstër për të vjedhur në mënyrë të pandalshme?